ndonjëherë nuk është ajo që sheh që të shqetëson. Është ajo që ndjen pa mundur ta shpjegosh. Ti hyn në shtëpi, mbyll derën dhe për një moment ndalesh. Diçka nuk është në rregull. Jo sepse ka zhurmë, por sepse ka një heshtje të çuditshme. Një ndjesi e rëndë në ajër. Një tension i lehtë që nuk ishte dje. Shikon rreth e rrotull, gjithçka duket normale. Por brenda teje diçka të thotë se nuk është. Shumica e njerëzve e shtyjnë këtë ndjenjë. E harrojnë. E mbulojnë me zhurmë, me telefon, me televizor. Por ndjesit nuk shfaqen pa arsye. Hapësirat ku jetojmë mbajnë më shumë se sa objekte. Ato mbajnë gjurmë. Gjurmë emocionesh. Pranie. Dhe ndonjëherë energji që nuk janë të tua. Pyetja nuk është nëse kjo ndodh. Pyetja është: a je duke e vërejtur apo thjesht po e ignoron? Sepse disa dyer nuk duken, por qëndrojnë të hapura. Ka një dallim shumë të rëndësishëm që shumica nuk e vëren. Jo çdo ndjenjë që përjeton vjen nga ti. Ndonjëherë hyn në një hapësirë dhe pa pritur ndryshon. Pa arsye të dukshme humbet qetësinë. Ndihesh më i rënduar, më i lodhur ose më i tensionuar. Dhe ajo që është më e çuditshme, kjo ndjenjë zhduket kur largohesh. Kjo është një nga shenjat më të qarta. Sepse nëse diçka është e jotja, ajo nuk varet nga vendi. Por nëse ndryshon sipas hapësirës, atëherë ndoshta nuk është. Një tjetër shenjë është përsëritja. E njëjta ndjesi në të njëjtin vend në momente të ndryshme. Si një gjurmë që nuk largohet. Dhe më e rëndësishmja, një ndjenjë që nuk përputhet me atë që po ndodh realisht. Gjithçka është në rregull, por brenda teje nuk është. Këto nuk janë gjithmonë rastësi. Ato janë sinjale. Jo për të frikësuar, por për të bërë të vetëdijshëm. Sepse momenti që fillon të dallosh çfarë është e jotja dhe çfarë jo, është momenti kur fillon mbrojtja e vërtetë. Shumica e njerëzve mendojnë se një shtëpi është e mbyllur, kur dera dhe dritaret janë të mbyllura. Por kjo është vetëm në planin fizik, sepse ekzistojnë dyer që nuk shihen. Dhe shpesh ato mbeten të hapura pa e kuptuar. Një nga këto dyer është gjendja emocionale. Kur një hapësirë mbushet vazhdimisht me stres, me tension, me konflikte, ajo nuk zhduket menjëherë. Ajo qëndron si një gjurmë e padukshme në ajër. Një tjetër derë është prania e të tjerëve. Çdo person që hyn sjell diçka me vete. Jo vetëm fizikisht, por edhe energjikisht. Dhe ndonjëherë ajo që sjell mbetet pas. Por dera më e fortë është ajo brenda teje. Mendimet e përsëritura. Frika që nuk lihet. Ndjesitë që nuk përpunohen. Këto krijojnë hapje. Jo sepse janë të këqija, por sepse nuk janë të mbyllura. Dhe kur një derë është e hapur, çdo gjë mund të hyjë. Jo gjithmonë me zhurmë, por në heshtje. Dhe pikërisht për këtë shumica nuk e vëren. Mbyllja e këtyre dyerve nuk fillon jashtë. Ajo fillon brenda teje. Sepse çdo hapësirë që ti prek çdo ditë pasqyron gjendjen tënde të brendshme. Hapi i parë është vetëdia. Jo ta luftosh atë që ndjen, por ta vëresh. Kur hyn në shtëpi, ndalo për një moment. Mos bëj asgjë. Vetëm ndje atmosferën. Nëse diçka nuk është në rregull, mos e injoro. Sepse momenti që e vëren është momenti që fillon ndryshimi. Hapi i dytë është qetësia. Nuk ke nevojë për zhurmë, për muzikë apo shpërqendrim. Qëndro në heshtje për pak kohë. Lejoje hapësirën të qetësohet bashkë me ty. Dhe pastaj hapi më i rëndësishëm. Qëllimi. Vendos brenda vetes një kufi të qartë. Jo me fjalë të mëdha, por me një ndjenjë të fortë. Kjo hapësirë është e imja.
Vetëm ajo që është në harmoni me mua qëndron këtu. Kjo nuk është imagjinat, është drejtim. Dhe sa më shpesh ta vendosësh këtë qëllim, aq më shumë hapësira fillon të ndryshojë. Shumë njerëz përpiqen të mbrojnë shtëpinë e tyre, por vazhdojnë të ndihen të rënduar. Dhe arsyeja shpesh është një gabim që kalon pa u vënë re. Ata përpiqen të pastrojnë hapësirën, ndërsa vazhdojnë të ushqejnë të njëjtën energji çdo ditë, sepse nuk është vetëm ajo që hyn nga jashtë që ka rëndësi. Është ajo që ti krijon vazhdimisht brenda. Mendime negative të përsëritura, zemërim që mbahet për ditë të tëra, konflikte që nuk qetësohen kurrë. Të gjitha këto nuk zhduken menjëherë. Ato mbeten në atmosferë. Dhe ngadalë shtëpia fillon të ndihet më e rëndë edhe pa asnjë arsye të dukshme. Por gabimi më i madh është ky: të mendosh se mbrojtja shpirtërore vjen nga frika. Jo. Frika nuk mbron. Frika hap më shumë dyrë, sepse ajo e mban mendjen të fokusuar vetëm te errësira. Mbrojtja e vërtet vjen nga qartësia, nga qetësia, nga vetëdia se çfarë lejon të qëndrojë në hapësirën tënde. Sepse ajo që ushqen çdo ditë është ajo që rritet. Shumë njerëz besojnë se për të mbrojtur një hapësirë duhen rituale të komplikuara, objekte speciale, veprime të pazakonta, ose gjëra që krijojnë frikë. Por e vërteta është shumë më e thjeshtë. Energjia e një shtëpie ndryshon fillimisht nga prania që mbush atë hapësirë çdo ditë, nga mënyra si flet, si mendon, si hyn në shtëpi pas një dite të lodhshme. Nëse hyn gjithmonë me tension, me zemërim, ose me lodhje të rënda, ajo energji fillon të qëndrojë aty. Por kur hyn me vetëdije, gjithçka ndryshon. Hap dritaret, lejo dritën të hyjë, krijo heshtje për disa minuta. Edhe qetësia ka forcë, dhe mbi të gjitha mos e mbush hapësirën me kaos të vazhdueshëm, sepse një shtëpi nuk ndikohet vetëm nga ajo që ndodh brenda saj, por edhe nga ritmi emocional që përsëritet çdo ditë. Ndryshimi fillon me gjëra të vogla, një atmosferë më e qetë, një mendje më e kthjellët, një ndjenjë harmonie që krijohet gradualisht, dhe ngadalë hapësira fillon të marrë frymë ndryshe. Kur energjia e një hapësire fillon të ndryshojë, kjo nuk ndodh me zhurmë, ndodh gradualisht, dhe ka disa shenja që shumica e njerëzve i ndjen por nuk i vëren. Shenja e parë është lehtësia. Ti hyn në shtëpi dhe trupi yt nuk ndihet më i tensionuar si më parë. Ka një qetësi të çuditshme por të mirë, sikur hapësira më në fund të marrë frymë. Shenja e dytë është gjumi. Shumë njerëz fillojnë të flenë më qetë, me më pak ankth dhe me një ndjenjë sigurie që nuk e kishin më parë. Pastaj vjen ndryshimi emocional, më pak konflikte, më pak irritim pa arsye, më shumë qartësi në mendime, dhe ndonjëherë edhe atmosfera fizike duket ndryshe. Drita ndihet më e ngrohtë, ajri më i lehtë, heshtja më paqësore. Këto mund të duken si gjëra të vogla, por nuk janë, sepse kur një hapësirë ndryshon, ajo fillon të ndikojë edhe njerëzit që jetojnë brenda saj. Dhe pikërisht këtu kupton diçka të rëndësishme. Shtëpia nuk është vetëm vendi ku jeton, është energjia ku kthehesh çdo ditë. Ndonjëherë problemi nuk është vetë shtëpia, por ajo që hyn vazhdimisht brenda saj. Dhe jo, nuk po flasim vetëm për njerëzit, po flasim për energjinë që ata sjellin. Ka njerëz që hyjnë në një hapësirë, dhe menjëherë gjithçka ndihet më e rëndë. Jo sepse thonë diçka të keqe, por sepse mbajnë brenda tyre tension, zemërim, lodhje ose kaos. Dhe kur kjo përsëritet shpesh, hapësira fillon ta thithë. Por ka edhe diçka tjetër që shumica nuk e kupton.
Fjalët, ankesat e vazhdueshme, konfliktet, zhurma emocionale që përsëritet çdo ditë. Të gjitha këto krijojnë një atmosferë që ngadalë ndryshon energjinë e shtëpisë. Edhe objektet mund të mbajnë gjurmë. Gjërat që lidhen me kujtime të rënda, me emocione që nuk janë lënë pas, shpesh vazhdojnë të mbajnë atë ndjesin në hapësirë. Por pjesa më e rëndësishme është kjo. Jo gjithçka duhet mbajtur. Jo çdo energji duhet lejuar të qëndrojë. Dhe momenti që fillon të zgjedhësh me vetdije. Çfarë hyn? Çfarë qëndron? Dhe çfarë largohet? Është momenti kur shtëpia fillon të mbrohet vërtet. Shumë njerëz kërkojnë metoda të komplikuara, por harrojnë gjën më të fuqishme nga të gjitha: praninë e tyre. Energjia e një shtëpie nuk forcohet vetëm nga ajo që bën një herë. Ajo forcohet nga ajo që përsërit çdo ditë, nga mënyra si zgjohet mëngjesi në atë hapësirë, nga emocionet që mbushin muret, nga qetësia ose kaosi që krijohet vazhdimisht. Dhe ekziston një hap shumë i thjeshtë por shumë i fortë. Të krijosh disa momente vetdije çdo ditë brenda shtëpisë. Vetëm pak minuta. Pa telefon, pa zhurmë, pa shpërqendrim. Qëndro në heshtje. Merr frym ngadalë dhe ndjeje hapësirën rreth teje. Ky moment i vogël ndryshon më shumë se sa mendon, sepse qetësia e vetëdijshme krijon stabilitet. Dhe një hapësirë stabile është shumë më e vështirë të mbushet me energji të rënda. Sa më shumë harmoni krijon brenda vetes, aq më shumë ajo përhapet në gjithë shtëpinë. Dhe gradualisht vendi ku jeton nuk ndihet më vetëm si një shtëpi, por si një streh. Në një moment pa e kuptuar menjëherë diçka fillon të ndryshojë. Ti hyn në shtëpi dhe nuk ndjen më atë peshë të çuditshme. Ajri duket më i lehtë, mendja më e qetë, dhe heshtja nuk të shqetëson më. Përkundrazi, ajo të jep paqe. Dhe pikërisht atëherë kupton diçka shumë të rëndësishme. Mbrojtja shpirtërore nuk është frikë nga errësira. Është krijimi i një hapësire ku errësira nuk ndihet më rehat. Sepse kur një shtëpi mbushet me vetdije, me qetësi, me harmoni, gjithçka fillon të ndryshojë. Jo vetëm atmosfera, por edhe njerëzit që jetojnë brenda saj. Konfliktet zbuten, mendja qartësohet, dhe ti fillon të ndihesh më i sigurt pa ditur ta shpjegosh plotësisht pse. Kjo është forca e një hapësire të mbrojtur. Jo mure më të forta, por energji më të qarta. Dhe kur fillon ta ndërtosh këtë çdo ditë, shtëpia nuk bëhet vetëm vendi ku kthehesh. Ajo bëhet vendi ku shpirti yt më në fund pushon.